Jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin tonë të fundjavës. Sot do të flasim për një industri argëtimi, në kuptimin e vërtet të fjalës. Do të flasim për gaming, që njihet sot në këto terma të rinj teknologjik, industria e videolojrave. Është pa diskutim në zhvillim me sipër, sidomos në Shqipëri, por në rang global konsiderohet si një prej industrive më fitimprurse. Madje mund të citoj disa shifra, teksa po bëja një kërkim thjesht edhe për kuriozitet më shumë ditën e djeshme. Industria globale e videolojrave është një biznes miliarda dollarësh dhe ka qenë prej shumë vitesh. Në 2024, për shembull, të ardhurat nga tregu botror i lojrave u vlerësuan në pothuajse 455 miliard dollar amerikan, me tregun e lojrave celulare që gjeneronte rreth 98 miliard dollar amerikan nga totali. Me gjithë të ardhurat rekord, një ndryshim i madh pas Covid po prek aktualisht të gjithë industrinë e videolojrave. Por është në një fazë të shpejtë rritjeje dhe zhvillimi edhe në Shqipëri kjo industri, duke ofruar pa diskutim mundësi të pafundme për inovacione, për karrierë. Albanian Gaming Community është një platformë që e mbështet këtë zhvillim dhe synon absolutisht që të forcojë këtë komunitetin e lojrave online. Ne sot jemi në studio me koordinatoren e Albanian Gaming Community, Lorena Gjana, të cilën e falenderoj që është me ne në studio sot. Lorena, përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Lorena sapo është kthyer edhe nga Berlini, sepse ka qenë pjesë e ITB Berlin, një prej panajireve më të mëdha në botë, pa diskutim në një prej stendave që i kushtohet zhvillimeve teknologjike apo jo. Si ishte gjithë kjo eksperiencë atje? E mrekullueshme. Të jepte një krenar. Por që këtë vit ka pasur një adrenalinë të paparë Shqipëria. Përveç shfaqjes që ishte mbreslënse, domethënë përgjatë kohës që ishte hapja e panajirit, ne që ishim tek ai seksioni ku ishin të gjithë të ftuar nga Shqipëria, domethënë ishim të gjithë të impresionuar sikur nuk e dinim. Pamjet që zhvillohesh nga Shqipëria, shfaqja që u bë ishte fantastike. Domethënë ishim shumë krenar. Okej, po të gjithë syt kanë qenë nga Shqipëria, nga stenda e Shqipërisë këtë vit në ITB Berlin. Tani do të rikthehemi pikërisht kësaj teme, industrisë së videolojrave. Diku para 5 vitesh, në mos gaboj, në studio kam pasur një ekspert IT-e i cili ka folur gjatë edhe për videolojrat dhe madje mbaj mend të ketë thënë që prindrit nuk duhet i paragjykojnë nëse fëmijët e tyre kanë një drejtim të tillë dhe pa diskutim prirje për këtë gjë, sepse gamersat në botë janë ndër ata që fitojnë më shumë para. Dhe mund të jetë një profesion që mund t'ju vlejë në të ardhmen. Tani, më thuaj pak, si është ky komunitet në Shqipëri dhe sa ka ndryshuar përgjatë këtyre viteve të fundit? Po e krahasoj pikërisht me këtë 5 vjeçar ku un kam pasur një intervistë të tillë në studio. Atëherë, unë përgjatë kohës që jam munduar që të koordinoj komunitetin, një nga detyrat kryesore ka qenë ndërgjegjësimi. Sepse ka shumë stigmatizim për industrinë, duke qenë se gjithmonë prindrit e shohin si diçka shqetësuese për fëmijët e tyre, sepse ata arrin me orë të tëra përpara kompjuterit apo me telefonin në dorë duke luajtur, sepse ka një marrë shumë të lartë varësie në të gjitha lojrat. Tani ka një ndryshim shumë të madh që ne duhet të bëjmë midis ata që luajnë lojrat dhe ata që zhvillojnë lojrat. Zhvilluesit dhe dizajnerat e lojrave janë profesionistë të cilët jo domosdoshmërisht kanë këtë varësinë, sigurisht që është shumë e interes që ata të njohin dhe ta zhvillojnë këtë pasionin për te i thjesht një pasioni dhe ta zhvillojnë në një karrierë. Por jo domosdoshmërisht kjo është e dëmshme dhe ka shumë mundësi për të zhvilluar në një karrierë shumë të suksesshme, duke ditur që industria e videolojrave është ndërthurë me shumë industri të tjera, siç është industria e muzikës, industria e filmit. Tani e dim që shumë lojra kthehen për filma, apo filmat kthehen për lojra. Që do të thotë potenciali për të zhvilluar një karrierë në nivel global, sepse industria është e decentralizuar dhe është globale, është shumë i lartë. Nga ana tjetër, për ata që luajnë videolojra, e vetmja gjë që mund të them prindërve është që nëse nuk ka një rregull të vendosur nga familja dhe nga prindërit, çdo gjë mund të kthehet e dëmshme. Si televizioni, unë mbaj mend kur kam qenë më e vogël, ne nuk brezi im nuk është se ka pasur celularin apo videolojrat, vetëm gjë që ka qenë televizori dhe shqetësimi ka qenë eksaktësisht i njëjti. Ishte mos ri përpara televizorit, të prishën syt, mos ri afër. Që do të thotë çdo fëmijë
mendoj unë ka nevojë për ato kufit e vet, të përcaktuar në çfarëdo lloj gjëje që bën, se çfarë han, se çfarë pin, se çfarë konsumon, se çfarë luan, se çfarë shef. Kështu që përveç kësaj ka edhe shumë studime të cilët thonë që duke luajtur lojra në një nivel të caktuar dhe për grup moshat e caktuara me rregullat e duhura, zhvillon trurin e fëmijëve në një mënyrë siç nuk e bën dot asnjë gjë tjetër. Është për këtë arsye që shumë vende të zhvilluara siç janë Anglia, Gjermania, Franca, kanë integruar videolojrat në për sistemet e tyre arsimore që në moshat shumë të herëta. Është si puna e sporteve, nëse dikush regjistrohet në një kurs taekwondo-je, nuk do të thotë që ai fëmijë do të bëhet agresiv, përkundrazi, vetë përmbahet edhe krijon vetbesim. Besoj nëse do të ishte një kurrikull e mirëfillt për një profesion të tillë, nuk do të krijojë varësi apo jo. Po, patjetër, po nuk është vetëm te kurrikula që është për profesionin. Lojrat janë të përfshira për shembull për të mësuar algoritma të ndryshme, për të mësuar hapat e parë të matematikës, mënyra se si i bën. Pra është një mënyrë shumë interesante për fëmijën për të bërë, le të themi, atë aktivizimin e disa mënyrave të menduarit që normalisht me sisteme tradicionale të dhënit mësim janë më të vështira tashmë me përqendrimin shumë të shkurtër që e kanë. Tani do të ndalemi pak tek Albania Gaming Community. Çfarë është në thelb? Si lindi dhe sa mund kontribuojë në industrinë e lojrave në Shqipëri? Në fakt ka nisur krejt rastësisht, ka qenë një iniciativë e një grupi të vogël që ne u munduam të zhvillonim një studio, pra një kompani të vogël që të zhvillonte videolojra. Deri në atë moment nuk dinim që kishte një të tillë, bëhet fjalë para pak më shumë se 2 vitesh. Nuk dinim që kishte, ne punonim si ekip për një kompani që zhvillonte aplikacione dhe aplikacionin gjithashtu aplikacionin në 3D. Dhe ishim të qasur me tregun global, normalisht me klientë të ndryshëm që zhvillonin edhe videolojra dhe filluan pak a pak të kuptonin pak më shumë për industrinë. Sigurisht nuk është e lehtë, sepse të vësh një startup apo një biznes të ri është shumë e vështirë, pra nuk arritëm të ndërtonim demon e një loje, por nuk arritëm që të gjenim investim, që u bë shumë e vështirë për ata që janë pjesë e industrisë të inovacionit dhe sipërmarrjes, është e dinë se sa e vështirë është kjo. Por unë le të themi u intrigova shumë nga industria. Arrita që nëpërmjet le të themi tentativave për të komunikuar me tregun global dhe atë rajonal, arrita të krijoj lidhje dhe bashkëpunime të ndryshme me komunitetet që ekzistojnë në rajon fillimisht, sepse ishte më e thjesht, mora pjesë në çdo aktivitet të mundshëm që mund t'i qasesha, dhe kuptova larmishmërinë edhe bukurinë që kishte industria. Si një individ që jo domosdoshmërisht isha gamer. Kuptova që kishte vend në industri dhe për individët që nuk kanë këtë prirje, por mund të kontribuojnë me aftësi të ndryshme që janë aftësitë organizative, menaxheriale dhe gjithë të tjerat. Dhe vendosa që të vazhdoj të angazhohem në një mënyrë, sigurisht jo në mënyrë profesionale, por është grassroots, i themi. Dhe ajo që kemi munduar të bëjmë në këto 2 vitet e fundit ka qenë të mundohemi të identifikojmë fillimisht kush janë këta individët në Shqipëri, të rinjt përgjithsisht, të cilët e kanë për pasion apo zhvillojnë videolojra. Mënyra e parë që vendosëm se si ta bënim këtë është të organizonim 2 vite përpara ose 2 vite gjysmë përpara Game Jam-in e parë. Kanë qenë besoj 2 eventet kryesore të gjithë kësaj platforme. Për ata që nuk e din, Game Jam është një format kompeticioni, një konkurs që për 48 orë ata formohen ekipe dhe mundohen të ndërtojnë prototipin e një loje. Ishte përtej çdo pritshmërie që ne kishim, sepse duke qenë se nuk njihnim në Shqipëri, nuk njihnim studio të tjera, nuk ka sistem arsimore të cilat janë të konsoliduara. Të gjithë që morën pjesë ishin të vetë aftësuar. Domethënë që nëpërmjet YouTube-it apo platformave të tjera të edukimit kishin mësuar vetëm për pasionin e tyre se si të bënin dizajn karakteresh apo edhe të ndërtonin lojrat e tyre. Si u prit kur ja u prezantuat një gjë të tillë?
ishte ne e kemi bërë vetë, domethënë ishte një ekip, ka qenë Kolabi, Arlindi, Esmerina, Besi, që ishim një ekip ekipi i parë që bëm Game Jam-in, e parë edhe ishte thjesht entuziazmi jon se donim të bënim një aktivitet të industrisë, brenda industrisë, na dukej shumë interesante, dhe kur filluam të hapim thirrjen për aplikimet, filluan të mblidheshin aplikime në numër shumë të madh, domethënë kemi pasur rreth 100 aplikime për Game Jam-in e parë. Entuziazmi pastaj ishte i jashtëzakonshëm. Sigurisht institucionalisht nuk e njihte asnjëri se çfarë ishte, edhe nuk kurse kishim ndonjë mbështetje institucionale, por ato 3 ditë kishte një atmosferë jashtëzakonisht shumë të bukur. Aty kanë ndetur të rinj, domethënë se kemi bërë te Kolabi, që është një co-working space, kanë fjetur aty, kanë fjetur në divan, kanë fjetur në beanbags, çoheshin në mëngjes, domethënë shumë herët edhe ishin kështu, duhet të dorëzojmë lojën shpejt. Dhe kanë realisht janë ndërtuar rreth 10 prototipe të videolojrave shumë interesante. Realisht komplekse, çfarë tematike kishin këto lojra, se jam shumë kurioze. Zhanret kanë qenë nga më të ndryshmet. Domethënë Game Jam-i bëhet brenda një tematike të caktuar, edhe ne tematikën e Game Jam-it të parë kemi pasur ëndrat, pra dreams. Kështu që ata mund të hapnin krijimtarinë e tyre në çfarëdo lloj zhanri që të mundeshin. Dhe ka pasur nga ëndrat që ishin sci-fi deri tek ëndrat ankthet horror. Pra ka pasur edhe një nga që ishte në fakt nga konteksti teknik, ishte ndër lërat më interesante dhe mori edhe vendin e tretë. Pavarësisht se ne nuk prisnim që të kishim një film, domethënë një videolojë të prodhuar në zhanrin. Në këtë zhanër. Por ajo që doja të thoja ishte që cilësia e ndërtimit dhe e dizajnit dhe ideimit të videolojës ishte jashtëmase e lartë për pritshmëritë që ne kishim, që ishte hera parë që zhvilloi një eventi i tillë. Në Game Jam-in e dytë patëm akoma më shumë pjesëmarrës, patëm mundësinë të kishim edhe një mbështetje të vogël nga EU for Innovation, që mundëm që ekipin e parë ta dërgonim në Gamescom, që është konferenca më e madhe e videolojrave në Köln në Gjermani. Një eksperiencë 5 ditore fantastike për ata, domethënë që qaseshin me të gjithë tregun, sepse aty ishin të gjitha kompanitë globale të zhvillimit të videolojrave me mbi 300.000 vizitor. Dhe ishte një mundësi për ne për t'ju dhënë këtyre le të themi të apasionuarve për ndërtimin e videolojrave një mundësi për ta parë atë si karrierë, sepse profesionalisht ajo që ne hasim gjithmonë në komunitet kur kemi njerëz që e kuptojnë që ne po organizojmë aktivitete në lidhje me industrinë, është që o zotë e shoh gjithmonë si diçka shumë të largët, si diçka që ndodh atje, por ti nuk e merr hapin për ta tentuar si karrierë, sepse të duket sikur nuk do të kesh mundësi për të punësuar këtu, për të ndërlidhur këtu, për të zhvilluar në formatin, për të aftësuar më tepër në këtë industri, sepse nuk e gjen hapësirën. E vërtet. Tani grup mosha më e fokusuar te gaming, cila është? Dhe çfarë përfitimesh kanë, le të themi, gjithë këta që orientohen drejt kësaj industrie? Për në Shqipëri, besoj. Për në Shqipëri, patjetër, për në Shqipëri. Sepse në botë nuk ka, domethënë kam takuar për individ që janë zhvillues videolojrave dhe punojnë në industritë e 50-60 vjeçar. Shumë të apasionuar më të rinj, akoma më të apasionuar se të rinj. Në Shqipëri po marr parasysh aktivitetet që ne kemi zhvilluar. Fillon nga 14 vjeç deri në 30 vjeç. Ata që janë pak më profesionistë dhe më të aftësuar sigurisht janë, le të themi, 20 deri 25, por duke qenë se ne kemi edhe shkolla profesionale të cilat kanë filluar të japin domethënë disa kurrikula shumë cilësore. Atëherë edhe mosha që është 14 deri 19 vjeç kanë shumë interes dhe janë ata individët më të apasionuar për të
për të marrë pjesë për aktivitete. A duhet të ketë ndonjë prirje të veçantë një gamers për të bërë dhe për të mbizotruar konkurrentët? Për të ndërtuar një lojë, duhen, domethënë ka ata që quhen indie developers, që janë solo, individual, që janë individual, që i bëjnë të gjitha bashkë, por i bëjnë duke, për shembull, ti do të karakteret apo çfarë është vizuale, ti ata mund ta blejnë të gatshme dhe është ti ndërton ndërveprimin apo idenë e lojës. Dhe kështu bëhet pjesa më e madhe, ose mësojnë pak dizajn edhe e bëjnë. Ekipet përgjithsisht janë të përfshira në dizajn edhe në ndërtimin, pastaj ke edhe muzikën, mund ta komplikosh, ke narrativën, varet se sa të komplekse ti do ta bësh lojën. Për ata që janë nga pjesa kreative e lojës, sigurisht që do një prirje të caktuar, do një farë syri, një talent specifik që mund të zhvillohet, pastaj të futemi në atë debatin nëse zhvillohet apo jo, mund të mësohet kreativiteti apo jo. Për sa i përket pjesës teknike, një programues që ka bërë C# për ata që e njohin teknologjinë, mundet të mësoj Unity, janë disa platforma të cilat teknikisht mund të mësohen, dhe jo domosdoshmërisht ka nevojë për një aftësim specifik. Duhet të pëlqej lojrat e të ketë luajtur lojra, sigurisht. Doja të thoja që për të gjithë ato grup mosha që janë duke na ndjekur dhe që ti përmende, besoj kuptoj të gjitha këto terma që ti përmend gjatë intervistës. Tani, industria e videolojrave përballet edhe me sfida serioze për të hyrë, së vërtetës na e përmendëm pak varësinë, por edhe ngacmimet kibernetike janë një temë më vete e gjithë kësaj industrie. Apo bëhen përpjekjet e duhura për të ndihmuar këto dizajnerit që ndërtojnë këto videolojra, sidomos edhe me përdorimin e inteligjencës artificiale që çdo gjë ndryshon në sekond, le të themi, për të identifikuar këto sjellje toksike në komunitetet e lojrave. Në rang global, doja ta bëja këtë pyetje, nëse ke informacion apo jo. Nuk ka informacion, por në rang global ajo që unë di është kompanitë që janë të mëdha, po flasim për kompanitë që zhvillojnë lojra të cilat kanë me miliona përdorues, kanë rregulla shumë strikte për sa i përket mënyrës se si ato i ndërtojnë dhe se si lojtarët ndërveprojnë me njëri tjetrin. Dhe si çdo gjë që ka të bëjë me internetin, ka problematikat e veta, por gjithmonë më tepër janë duke u munduar që të fusin rregullator të cilët balancojnë, le të themi, sigurinë personale, sigurinë e të dhënave, komunikimin e drejtë, jo diskriminues, kundër bullizimit. Por kjo është shumë e vështirë të bëhet për kompanitë të vogla, për lojrat e vogla, duke qenë se siç e thash, industria është e decentralizuar. Pra, mënyra se si tregu funksionon është që ti ndërton një lojë dhe ti e hedh në një platformë që është globale. Mund ta hedhësh në Steam, është një nga platformat kryesore për të hedhur lojrat ose lojrat që janë në PC, ose pastaj në Android apo në Apple Store për lojrat që janë në mobile. Këto në mobile sigurisht dhe këto kanë rregullatoret e tyre, nëse ta pranojnë lojën apo jo, nëse nuk ta pranojnë duhet ti të përmbushësh disa kritere të caktuara. Për lojrat që janë individual të indie games, përsëri këto platforma kanë disa rregullatore, por jo domosdoshmërisht aq strikte ndoshta. Nuk janë akoma aq të sofistikuara sa të mund të kapin çdo gjë. Këto që ti përmende, për shembull, bullizimi dhe janë të gjitha për lojrat të cilat janë që quhen multiplayer. Që do të përfshin shumë lojtarë dhe këta mund të komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe këto përgjithsisht janë lojra të cilat kanë vështirësi më të madhe për të zhvilluar. Indie games janë lojra të vogla, të cilat janë lojra ose individuale ose ti luan me dikë, por jo domosdoshmërisht ajo ka arritur të zhvillohet aq shumë sa ti të kesh komunikimin e drejtë për drejtë që mund ta kesh në lojrat që janë lojrat e mëdha. Tani më erdhi tani kjo pyetje. Roblox, nëse ke dëgjuar për të, është një platformë vete. Është platformë vete që ka shumë lojra brenda. Po, sa e rrezikshme është, aq e rrezikshme, më saktë, se sa flitet për fëmijët që e luajnë çdo ditë?
ka rrezikshmërinë e vet, por thash edhe Roblox ka rregulatorët e vet që prindrit duhet të njihen. Pra, ajo që do sugjeroja është duke qenë se Roblox është platformë e cila targeton gruposha më të vogla. Ti mundesh 8, 7, 8, 9 vjeçar. Prindi duhet të ketë, domethënë edhe vetë iPhone-i të jep këto opsione. Të jep opsione ku ti të kesh atë parental guide, domethënë që shumica e prindërve duhet të edukohen, edhe prindrit duhet të edukohen duke qenë se ti nuk mundet ta lësh fëmijën me telefonin në dorë, se ata janë më të aftësuar tashmë se sa absolutisht që po. Ne për ta gjetur një rrugë apo për të eksploruar internetin, ju vjen shumë instinktivisht. Duhet të edukohen, pra duhet ata të kërkojnë përpara se t'i japin akses fëmijës në platforma të ndryshme të cilat pavarësisht se kanë rregulatorët e tyre, ato nuk mundet të ndjekin çdo lojtar të mundshëm për atë për sjelljen që bëjnë. Megjithatë, Roblox është një platformë multiplayer apo jo? Është një platformë e cila ka multi games, ka shumë lojra brenda, ka shumë lojra dhe shumë lojtar. Ka shumë lojtar brenda vetes. Po ta shqipërojmë, kështu që rreziku është gjithmonë aty për gjithë ata prindër që nuk kanë informacionin e duhur. Sepse nuk ka vetëm grup moshat e vogla, në Roblox mund të ketë edhe individ që janë me moshë më të madhe, mund të ketë rrezikshmëria qëndron. Domethënë duhet të jenë të kujdesshëm për mënyrën se si fëmijët e tyre e përdorin lojën. Duhet të jenë të vëmendshëm ndaj saj. Okej. Tani rikthehemi sërish tek Albanian gaming community. Çfarë risish ka sjell, sidomos për zhvilluesit e rinj të lojrave në Shqipëri dhe si jeni përballur me mungesën e infrastrukturës apo të burimeve? E bëjmë si punë pasioni tepër. Nuk është se të thash, nuk është zyrtarizuar, nuk është një institucion në vetvete që ka burimet e veta, por realisht është një gjë që e bëjmë me shumë pasion dhe individët që janë të përfshirë janë gjithashtu individë të cilët kanë shumë dëshirë të shohin gjëra të bukura të ndodhin. Dhe industria bën gjëra shumë të bukura. Dhe individët që janë të përfshirë kanë kreativitetin edhe kanë një energji shumë pozitive. Ajo që jemi munduar të bëjmë është të ndarë në 3 shtylla. Pra e para është kjo ndërgjegjësimi që mundohemi të bëjmë rreth industrisë, pra për të folur me institucionet, për të bërë të mundur që institucionet ta fillojnë ta konsiderojnë, sepse në globalisht është një industri nga industritë më të mëdha, ndërkohë që ne kemi akoma keq, domethënë paragjykimin. Përveç paragjykimit nuk kemi informim edhe institucional kur bëhet fjalë për videolojrat. Shpeshherë e ngatrojnë me e-sports. E-sports është një tjetër, është përsëri brenda industrisë, por është një copë tjetër e industrisë që kësaj tortës të madhe që nuk ka të bëjë me zhvillimin, sepse e-sports janë lojra të zhvilluara që individët që luajnë lojra bëhen në ekipe dhe konkurrojnë me njëra tjetrën. Ndërsa kur flasim për gaming community, ose gaming industry, flasim për individët profesionistë të cilët i ndërtojnë këto lojra. Dhe sigurisht për institucionet është shumë e rëndësishme që të bëjnë këtë diferencimin, sepse politikat që ndihmojnë këto dy seksione të ndryshme janë komplet të ndryshme njëra nga tjetra. Dhe kjo duhet bërë ndarja individuale. Dhe jemi munduar deri diku të ndërgjegjësojmë institucionet edhe për të identifikuar problematikat, pra duke patur që ti ke një interes shumë të lartë të rinjve në këtë sektor apo në këtë industri, atëherë çfarë mund të bëhet, si mund të ndihmohet. Kemi qenë shumë me fat që në 2 vitet e fundit me këtë angazhimin që kemi bërë janë zhvilluar edhe 2-3 studio të tjera, të cilat tashmë në kontekstin biznesit janë duke zhvilluar lojrat e tyre. Është Outer Links, një lojë që ka rreth 5 vite në mos gaboj në treg, të cilët kanë bërë dhe kanë lançuar 2 lojra në VR. Është Tika Studios, që është themeluar vitin e kaluar, kanë lançuar në tetor lojën e tyre të parë në PC. Dhe sigurisht është dhe një studio e re e cila
s'ka lançuar akoma një lojë të vetëm, por janë duke punuar për të ndërtuar një lojë të tyre. Okay. Dhe këto janë ato që janë të identifikuara, por akoma nuk e dim realisht nëse ka kompani. Unë kam dëgjuar njerëz që ka zhvillues të cilët punojnë për kompani të huaja dhe ka disa që punojnë në formatin remote. Dhe ne kemi profesionistë nga diaspora pastaj që të cilët punojnë gjithashtu një është në Kanada që ka bërë karakteret e Guardian of the Galaxy, është një super profesionist që kemi patur fatin ta kemi në një nga aktivitetet tona, ai është designer, që bën karakteret. Dhe kjo është një gjë që ne kemi talent, kemi potencial, ka nevojë që të shtyhet edhe të ndihmohet edhe të mbështetet pak më tepër që kjo të shndërrohet nga një aktivitet që është thjesht të rinjtë bëjnë për pasion, ta shohin për një mundësi aftësimi edhe punësimi. Okej. Nuk e di nëse keni realizuar apo keni tentuar të bashkëpunoni me komunitetet videolojrave me vendet e rajonit apo jo? Në fakt kemi marrëveshje të nënshkruara me gati të gjitha. Për të Ballkanit Perëndimor. Pra, kemi rreth një vit që jemi duke bashkëbiseduar për të parë mundësinë për të ndërtuar projekte të përbashkëta. Është SGA-ja, që është Serbian Game Association, që kemi patur bashkëpunime të vazhdueshme, ose le të them biseda të vazhdueshme. Ata erdhën edhe në një nga aktivitetet tona, le të them, promovuan një nga inkubatorët e tyre të videolojrave që kanë në Serbi. Është komuniteti zhvilluesve të videolojrave në Kosovë, që sigurisht ka pak më shumë vite se ne. Si është në raport me ne Kosova? Ka pak më shumë vite se ne që janë të angazhuar. Okay. Ata kanë mbi 5 vjet të cilët zhvillojnë aktivitete. Janë pak më të formalizuar, kanë më shumë studio që zhvillojnë videolojra se sa që kemi në Shqipëri. Okej, s'ka problem. Por sigurisht që edhe ata kanë nevojë për mbështetje institucionale që akoma nuk kanë arritur ta kenë siç është në vendet e tjera. Është Monte Games në Maltëzi, të cilët sapo kanë nisur, pra vitin e kaluar kanë nisur të bëjnë aktivitetet e tyre të para, edhe Macedonian Game Industry Association që është në Maqedoni. Këto kemi bërë një marrëveshje të përbashkët ndërmjet nesh për të parë mundësinë se si ne të shkëmbejmë njohuri me njëri tjetrin dhe të zhvillojmë projekte rajonale të përbashkëta. Jemi duke shkruajtur diçka, por akoma nuk është diçka konkrete, kështu që. Okej. Ndonjë plan së afërmi hap i radhës i Albanian Gaming Community konkret që mund të ndash me ne? Do doja shumë. Kemi plani konkret është Game Jam i radhës, që duam ta zhvillojmë në fund të majit. Të mbarojnë zgjedhjet. Po tani nuk doja ta thoja çfarë që kërkoje ndërgjegjësim nga institucionet, po për një herë. Kemi zgjedhjet përpara, por ndoshta është momenti i dur, nuk e di. Game Jam i radhës që po shpresojmë që ta bëjmë aq të bukur sa që kemi bërë edhe të tjera, ndoshta edhe diçka më të madhe. Dhe jemi duke parë mundësinë për të bërë një aktivitet rajonal në Prizren, midis Kosovës, Maqedonisë edhe Shqipërisë, që do të jetë në një format të një aktiviteti pak më të gjatë se një game jam, ku të ketë edhe shkëmbime, të ketë workshope, të ketë edhe ngritje kapacitetesh të përfshira në të. Plane pastaj ka shumë, po janë të gjitha në letër për momentin, kështu që ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Me gjithë zemër, shumë suksese dhe komplimenta për gjithë përkushtimin dhe pasionin për diçka që është le të themi në hapa zhvillimi të paktën në Shqipëri. Për ta mbyllur, Call of Duty është videoloja më e famshme, më e shitur në vend të parë apo jo? Të paktën këtë më ka thënë Imbir, tani nuk e di. Tani varet në çfarë platforme, në fakt është Robloxi. Robloxi ka fitimet më të larta. Pastaj vjen Tetris, që është më e vjetra. Varet në çfarë metrikash po e vendosin. Po Call of Duty është një nga lojrat që është më e luajtura, le të themi.
sepse është edhe në mobile, është edhe në Minecraft pastaj është Minecraft. histori vete. Okej. Nuk po funny story, domethënë unë thash jam përgjithsisht merrem me pjesën organizative operacionale dhe nuk është se më linte shumë koha që të luaja, por duke ndetur gjithë kohës shifja në një celular që luanin gjithë kohës Call of Duty, thash do ta shkarkoj. S'ka mundsi do ta shkarkoj edhe unë, dhe thash ta mësoj, doja të kuptoja kush ishte. Mund të bëjmë një Dhe javën e parë kisha luajtur 30 orë. no. Jo, okay, kuptova ku është një gjithë kleçka e tyre varësisë që mund të jetë, po sigurisht pastaj vendosa rregullat. Tani luaj në mënyrë të moderuar. Lorena, ishte kënaqësi që ishte në studio dhe shumë suksese nëse organizoni në maj Game Jam në radhës, padiskutim që do të kemi mundësi të flasim. Patjetër. Është shumë kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën. Okej, ne kemi mbritur në fund të intervistës, por do të rikthehemi sërish në studio pas pak.